Të dielën e dytë të triotit, kisha vazhdon përsëri temën e pendimit. Sepse gjithë kreshma e madhe është një udhëtim drejt pendimit, dhe pendimi është një udhëtim drejt bashkimit me Perëndin. Paravolia e sotme është një nga pjesët më të bukura të Ungjillit. Ndoshta pjesa më prekse. Asnjëherë nuk është treguar një histori kaq prekse dhe kaq e thellë. Është një nga paravolit që është predikuar më shumë se çdo paravoli tjetër, sepse kuptimi i saj e përgjithë secilin nga ne. Temat në cilët kjo paravoli me pak rrjeshta janë shumë të gjëra, shumë të thella dhe janë shumë të domosdoshme për jetën tonë. Së pari tregon diçka shumë të veçantë. Ju e dëgjuat paravolin, po do përmend disa pika shumë të rëndësishme. Djali i vogël i kërkoi trashëgimin të jatit, duke i thënë që mje pjesën time, se do e merrte e do largohej. E kjo ndodh vazhdimisht, ku njerëzit mendojnë që mund dajnë nga gjithë tjerët e mund të realizojnë gjithçka që kishin në mendje ata vetë. E këtu është tema e lirisë. Perëndia na ka krijuar në të lirë, për të pasur lirinë për të bashkuar me Perëndin, po dhe lirinë për të mëkatuar. Dhe liria, e cila është dhurata më e madhe që Perëndia i ka bërë njerëzve, mund të jetë një bekim i jashtëzakonshëm, ose mund të kthehet në një barrë të rëndë për ata të cilët nuk dinë ta përdorin lirinë. Kufizimet që na jep shpeshherë Perëndia nuk janë për ta ngushtuar dhe kufizuar lirinë tonë, po janë për ta ndihmuar. Ashtu siç mjeku shpeshherë na jep në një dietë, nuk na jep ne për ta munduar, por na jep për të shëruar. Dhe njerëzit që i shohin kufizimet si pengesë të lirisë nuk e kuptojnë shumë mirë se çfarë do thotë kufizimi i lirisë. Kufizimi që jep Perëndia për shumë gjëra, mos vidh, mos vrit, mos shkel kurorën, e shumë gjëra tjera, nuk janë për të kufizuar lirinë. Duhet ta kemi gjithmonë mendje këtë, janë për të na shpëtuar ne edhe për të na mbrojtur. E krahasoj shpeshherë me një shembull. Keni pa rrugët malore që nga anët ka një mur ose një pengesë, ato nuk janë për të kufizuar lirinë e shoferit, po janë për ta mbrojtur atë që mos të bie ngremin. Prandaj dhe gjithë kufizimet që jep Perëndia janë për të na ndihmuar ne. Dhe historia e djalit prangprishës, e cila mund të shpjegohet në plane të ndryshme, mund të shpjegohet në planin e gjithë historisë njerëzimit, sepse kjo histori është për gjithë njerëzit. Është historia ime, historia juaj, e të gjithë njerëzve sa kanë ekzistuar. Dhe thot, pasi mori pasurinë e tij, që mendoi që nga trashëgimia shkoi në një vend të largët. Çfarë është vendi i largët? Vendi i largët në kuptimin e thillt krishterë dhe fetar është një vend ku është larg Perëndisë. Një mërgim, një vend internimi, ku njerëzit janë larguar pikërisht nga natyra e tyre reale, sepse kjo natyrë që shikojmë ne sot, që smuret, vdes, e shkatërrohet, nuk është natyra në të cilën Perëndia na krijoi. Perëndia na krijoi me potencialin për qenë të pavdekshëm, po duke u shkëputur nga jeta me jetë madhe, sepse njerëzit nuk janë qenie autonome. Ne nuk jemi qenie autonome, nuk kemi jetë në vetvete nëse nuk ushqehemi. Ja të rrim disa kohë pa bukë, pa ujë, pa ajër, nuk mund të jetojmë dot. I vetmi që ka jetë në vetvete është Perëndia. E për sa kohë jemi të lidhur me të, ne kemi jetë. Kur ndahemi nga ai, ne jemi në një vend të largët. E ky vend i largët nuk është një vend i mirë, është një vend në të cilin njerëzit mund të kenë vuajtje të pafundme. Prandaj dhe djali, mbasi e shpërndoroi gjithë pasurinë në një jetë të shturur, mbeti pa gjë. Paravolia tregon që shkoi tek një qytetar i asaj mbretërie, etrit e kishës, e shpjegojnë këtë me njerëzit demonët që janë larg natyrës njerëzore. Dhe ai e vuri që të ruante derrat. Kjo ishte një fyrje shumë e madhe në Izrael në atë kohë, sepse derri për ta nuk mund të konsumohej dhe ata nuk mbanin derrat. Shërbëtori që u bë një djalë që kishte pasuri dhe u bë shërbëtor, tregonte pikërisht degradimin e tij të madh moral dhe donte të hante edhe lëndët që kishin derrat, po dhe ato si ja hipnin. Dhe në atë çast është pjesa më e bukur e Ungjillit dhe më domethënësja për ne, thot djali erdhi në vete. Çfarë do thot erdhi në vete? Ne të gjithë e dimë që
kur njëri nuk është në vete, do thotë që është i marrosur, sepse larg Perëndis, e duke jetuar në mëkat, ne mendja jonë errësohet dhe nuk e kemi mendjen krejtësisht të plot. Mund të duken gjëra të drejta, por aparati është i prishur. Është njësoj se një aparat që mat analizat mjekësore. Nëse ai prishet, mund nxjerrë rezultate. Dhe ti mund thuash, ja, aparati i nxjerr, po janë të gabuara, sepse aparati është i prishur. Prandaj dhe njeriu kur nuk është në vete, nuk logjikon në mënyrën e drejtë, ashtu siç mund ta ndriçonte Perëndia dhe erdhi në vete dhe çfarë kujtoi? Kujtoi shtëpinë e të jatit të tij, ku thanë në shtëpinë e Timeti dhe shërbëtorëve ju tepron buka, ndërsa unë këtu thot po vdes urie. Ky kujtim është shumë i rëndësishëm në jetën shpirtërore. E kemi përmendur shpesh sepse është e rëndësishme, e themi njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis. E brenda shpirtit të çdo njeriu ndodhet malli për Perëndin. Nëse nuk do ndizet ai mall, nuk do filloj rruga e pendimit. Nëse nuk do kujtohemi për atë që çfarë realisht jemi, nuk do ndryshojmë jetën tonë. Prandaj shpeshherë edhe fatkeqësi të mëdha, siç i ndodhi djalit, që mbeti pas një gjë dhe i uritur, i bëri që të kujtohej. Thellë brenda çdo njeriu, pa përjashtim, kushdo qoftë ai, është ndezur drita e ikonës Perëndis, por mëkatet e shumta, largimi nga Perëndia ne kanë mbuluar këtë gjë. Dhe rruga e pendimit fillon pikërisht kur ne kujtohemi për këtë gjë. Nëse nuk do kemi mall për Perëndin, është shumë vështirë që të pendohemi. Pendimi në kuptimin ortodoks nuk është vetëm thjesht një keqardhje duke numëruar gjithë mëkatet që kemi bërë. Pendimi është një ndryshim i madh dhe djali jo vetëm thjesht u kujtua, po filloi dhe veprimin. Tha, do ngrihem e do shkoj tek i madh. E do i them mëkatova përpara teje dhe përpara qiellit, e s'jam ai denj që të quhem biri yt, po të paktën pranoj si një nga shërbëtorët e tu, dhe ashtu bëri u nis. Dhe pjesa që vazhdon tregon prap diçka të mrekullueshme. Dashurinë pa kushte të Atit, që simbolizon dashurinë e Perëndis, i cili na don jo sepse ne jemi të mirë, po sepse ai është i mirë. Dhe kur e pa së largu djalin duke ardhur, paravolia tregon që jati filloi të vrapante. Në atë kohë, nëse një i moshuar vrapante, quhej si turp. Vrapi ishte vetëm për fëmijët dhe për të rinjt. Por ati nga dashuria e madhe që pati për të birin, vrapoi, thot, e përqafoi dhe e puthi. Dhe nuk e las të mbaronte fjalën që do thonte i biri, që filloi të thonte që mëkatova kundër qiellit dhe kundër teje dhe s'jam i denj të quhem biri yt, po urdhëroi shërbëtorët që ta vishnin me rrobën më të ndritshme, t'i vinin unazën në dorë e t'i vinin edhe sandallet. Këto të gjitha veshje janë simbolika për të treguar përmbushjen e këtij njeriu. Prishja e rrobës, do thot prishja e ndriçimit që kishim ne kur krijuam. Veshja e një rrobe të ndritshme është si veshja e rrobës pagëzimit, që tregon përsëri pajtimin e me Perëndin, dhe unaza është një bashkim i thellë me Perëndin. E gjithçka që përdoret në fjalët e paravolisë janë të matura edhe janë shumë domethënëse. Por ndodhi diçka tjetër. Mbasi filluan të festonin, e theri viçin e majnë, e të gjithë filluan të këndonin, të gëzoheshin, të hedhin valle, djali i madh u kthye nga ara, e dëgjoi këngët dhe vallet dhe pyet një nga shërbëtorët se çfarë ka ndodhur. Dhe ata i thanë që vllai jot u kthye dhe ati nga dashuria e madhe theri dhe viçin e majnë dhe po bën një festë shumë të madhe. E djali i madh u zëmërua. U zëmërua dhe nuk donte të hynte. E doli jati për ta thirrur dhe ai nuk pranoi. Madje i thot disa fjalë shumë të rënda. I thot, unë të kam shërbyer gjatë gjithë kohës. Nuk më ke dhënë asnjë kec për ta ngrënë së bashku dhe të gëzohem me miqtë e mi. Ndërsa yt birë, thot, që e harxhoi gjithë pasurinë e tij me prostituta, there viçin e majt dhe bëri një darkë shumë të madhe. Dhe ati i përgjigjet dhe i thot, birë, thot, vllai yt ishte i humbur dhe u gjet, ishte i vdekur dhe u ngjall, dhe gjithë sa janë të mijat janë dhe të tuat. Çfarë përfaqëson realisht djali i madh? Djali i madh shpeshherë përfaqëson ato tipe njerëzish që ndoshta e ndjekin besimin nga jashtë, po jo nga brenda. Ndjekin rritet e besimit,
mund të vinë në kishë, marrin meshën, ndezin qirien, i bojnë gjitha, po zemra e tyre nuk është zbutur, e nuk ka dashuri. A i dante shumë gjëra me atin, po s'kishte ndarë gjën më të rëndësishme, dashurinë e pakufishme të Perëndis. E paravolia e sotme, si shton shumë nga etrit, ndoshta nuk mund quhet e djalit planprishës, po duhet quhet e atit të shumë dhëmshur, e atit që ishte plot me dashuri, sepse falja nuk është thjesht drejtësi në kuptimin e drejtësisë njerëzve. Falja e ka përcen atë, dhe Zoti na fal ne sepse pikërisht na do. Nëse do bënte Zoti drejtësi, nuk do na falte. Shën Isak Siriani, cilin e citoj shpesh, sepse është një nga etrit më të mëdhej shpirtëror të kishës ortodokse. Omelitë e tij dhe librat e tij të famshëm janë një burim drejtimi në jetën shpirtërore. Dhe provokonte ndonjëherë nxënësit e tij dhe ju thonte: "Ju mendoni thotë që Zoti është i drejtë?" Po, përgjigjeshin ato. Ky thonte: "Jo, ato shtangeshin. Si ka mundësi që Perëndia mos jetë i drejtë?" Dhe shenjti vazhdonte duke thënë këto fjalë: "Nëse Perëndia do ishte i drejtë, unë dhe ju do ishit tani në ferr. Perëndia është zemër dhëmshur, dhe kushdo që bëhet i ngjashëm me Perëndin e pastron zemrën e tij dhe ka dashuri. Në vend që vllai të gëzohej që vllai tjetër u gjet, ishte i vdekur dhe u ngjall, e kapi zëmërimi i madh." Prandaj dhe shpeshherë njerëzit mund të vinë në kish, mund të ndjekin besimin nga jashtë dhe zëmërohen shumë kundër të tjerëve, kanë një mëri të madhe. Të gjithë ata që shajnë, të gjithë ata njerëz që kundërshtojnë gjithë tjerët, nuk është zbutur zemra e tyre nga hiri i Perëndis. Zoti na do që të bëhemi të ngjashëm me atë, që të kemi dashurinë e Perëndis, sepse Perëndia fal nga që është i mirë. Shëni Jan Gojarti thot disa fjalë shumë të bukura. Thot këtë gjë: "Asnjë mëkat nuk mund ta mundi dashurinë e Perëndis. Qofshi dhe i moral, thot, kurol shkelës, nëse do pendoheni, Perëndia do ju presi krah hapur, dhe jo vetëm që do ju pastroj, po do ju thrasi dhe do ju bëj si miqtë e tij, sepse çdo mëkat i pa rrëfyer, i pa penduar, është ai që shkatërron jetën tonë. Nëse ne do kemi guximin për të rrëfyer, e për ta pranuar fajin tonë, e për të kthyer, sepse pendimi nuk është vetëm thjesht keqardhja, pendimi është fillimi i rrugës për të kthyer drejt shtëpisë së Atit. Prandaj dhe jeta e njeriu është një udhtim për të shkuar përsëri, për të takuar pikërisht atë dheun tonë të vërtet që është pranë Perëndis. Ai është atë dheu shpirtëror i gjithë njerëzve. Ai është atë dheu që njerëzimi humbi dhe shkoi në një vend të largët, në një tokë ku mbizotëron mëkati. Prandaj dhe pendimi është një kthim përsëri në shtëpinë e Atit. Dhe ky kthim ka një domethënie shumë të madhe, sepse i jep dhe jetës sonë një qëllim. Sepse çfarë shquhet qytetërimi sotëm? Askush nuk ka një qëllim për ekzistencën e tij. Askush nuk pyet për qëllimin e ekzistencës së tij. Dhe sot jo vetëm që nuk ka përgjigje, por nuk ka as pyetje. Pyetjet pikërisht lindin kur ne fillojmë kuptojmë që jemi në një vend të largët. E fillojmë të kuptojmë që jemi ndarë nga Perëndia. E nëse do ndizet malli për ne, për mbretërinë e qiellit, që gjithë secili nga ne e ka brenda nesh, po është mbuluar nga errësira, e nëse do ndriçojë atë gjë, do e mbushë jetën tonë me gëzim, dhe jeta do bëhet një udhtim jashtëzakonisht i bukur. Rrugës do hasim kryqe, por ne kemi besim, si thot Zoti, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Dhe çdo njeri që fillon udhtimin drejt shtëpisë së tij të vërtet, pranë Atit, Perëndis son, padyshim do hasi shumë kryqe gjatë rrugës, por hiri i Perëndis do japi forcë e do ndriçojë vazhdimisht. Dhe ky udhtim do jetë një udhtim shumë i bukur dhe do të përmbushi qenien tonë. Prandaj dhe kisha, përpara se të fillojmë kreshmën e madhe, na kujton pikërisht për këto paravoli, që janë shumë të thella e shumë të dobishme për gjithë secilin nga ne. Le të mundohemi që të ndizet në shpirtin tonë malli për shtëpinë e Atit. E le ta fillojmë udhtimin për shkuar drejt tij, se sado mëkatet kemi bërë, Perëndia nëse do pendohemi do na fali. Dhe jo vetëm që do na fali, po do na veshi rrobën e ndritshme e do na mbushi me hirin e tij. Amin.